Nëna që shiti fëmijën e saj. Ju paralajmëroj që është një histori e trisht, por na i tregon një shoku ynë që gjendet këtu mes nesh. Ndaj do t'i lutesha që kur t'lini komente mos t'jenë ofenduese. Dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Kush është rastësisht në qoftë se nuk e ka bërë, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish. Dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë dhe ju falenderoj për mbështetjen. Ishte viti 1992 dhe ky shoku ynë erdhi në Itali, si gjithë të tjerët në atë kohë kur u filloi eksodi i madh, me shumë peripeci, ndose ishte pak më i madh se unë. Dhe në atë kohë unë, që është e vërteta sapo kisha mbaruar ushtrinë, kështu që ai duhet të ketë qenë parafërsisht rreth 23-24 vjeç. Dhe erdhi në Itali, ndeti disa muaj këtu, rreth 9 muaj, dhe u spostua nga Italia, shkoi në Gjermani tek një shoku i tij, sepse nëse mbani mend nga ambasadat shkuan më shpejt ata që ishin në Gjermani, pra ata që gjendeshin brenda ambasadave. Dhe ndeti disa kohë në Gjermani, por ai mendja e tij ishte që të shkonte në Amerikë. Dhe kështu bëri. U përgatit, pas një viti parafërsisht, shkoi në Amerikë. Ishin shumë momente të vështira, nuk kishte asnjë lek, por kur arriti në Amerikë, ai me dokumenta falso, me sa kuptova, kur arriti në Amerikë, s'kishte askënd, s'kishte asgjë dhe askënd. Dhe thotë që ka ndejtur rrugëve për një kohë të gjatë, derisa më në fund i gjeti mënyrën dhe sikur filloi pak nga pak që të punonte. Gjeti një vend të vogël, një shtëpisë të vogël, e ka ndihmuar një italian, se ky dinte meqense kishte qenë në Itali, dinte pak italisht, dhe një italian që kishte një piceri të vogël në atje ku kishte shkuar, ky nuk do të them vendin dhe emra. Dhe pas një farë kohe, pas vitit 2000, mos gaboj nga vitit 2002, mos gaboj, nuk di datat, por po e them parafërsisht kështu. Pas vitit 2000, pra në vitin 2002, ai njofti një vajzë amerikane. Dhe aty teksa punonte. Në fakt ai punonte në një supermarket. Më vonë filloi që të punonte në supermarket. Dhe me kalimin e kohës kjo ishte pak e shëndosh, siç e tregon ai. Dhe le të themi që anashkaloi nga shoqet dhe njëkohësisht nga shokët aty ku rinin, aty ku hanin, sepse në kohën e pushimit hanin parafërsisht bashkë dhe gjithsekush rrinte në pozicionin e tij, por këtë vajzë e linin, po themi, jashtë loje, jashtë shoqërie. Dhe ajo, ky ju afrohej shpeshherë, bisedoni dhe sikur u lidhen mes njëri tjetrit duke bërë bisedë. Dhe me kalimin e kohës filluan që të qëndronin bashkë, të dilnin bashkë, ndonjëherë edhe në kinema, ndonjëherë shkonin dhe në një park për të vozitur dhe një mbrëmje u doli puthja mes tyre. Dhe ç'është e vërtetë ata isha pak i ngurtë në ato lëvizje që bëja ata, sepse nuk doja ata që të lidhesha me njëri që ndoshta nuk do të ishte ai njeriu i dur për mua, thot shoku ynë. Dhe pas disa muajsh, meqense historia, le të themi, ecimi, ndejtën bashkë, pra filluan që të rinin bashkë me fjalë që të kishin lidhje bashkë, por ende nuk shkonte të jetonte tek shtëpia e saj dhe edhe ajo nuk shkonte tek shtëpia e tij. Pra ishin të ndarë mes njëri tjetrit, secili në vendin e tij. Dhe një ditë më thot kam mbetur shtatzane. Ti nuk e di çfarë do të bësh, po unë kam mbetur shtatzane dhe ky tha duhet shkojmë, tha, të shikojmë që të bëjmë teste deri që nëse është mirë ose jo. Mirë po, çdo gjë ishte në rregull, çdo gjë ishte normale. Pas një farë kohe, me një fjalë pas 2 muajsh parafërsisht, o 3 muajsh, kjo tha filloi që të sillej ndryshe. Dhe nuk ishte si më përpara. Bile rinte ftohtë, dhe derisa unë pyet sepse thash deri që mori, ti ke jesh shtatzane me një fëmijën tim, unë duhet të di se çfarë bën, çfarë nëse kur do lind, si do lind dhe si do jetë ky fëmijë. Dhe pas një 4 muajsh tha, sepse filluam të zjeshim, bëm debate tha dhe kishin disa ditë pa folur. Dhe unë tha i dërgova një mesazh, nuk më përgjigj, dërgova një mesazh tjetër, tha nuk më përgjigj prap. Pastaj tha e mora në telefon, prap nuk më përgjigj. Më dërgoi një mesazh dhe tha do të marr unë telefon. Dhe më mori tha pas 2 ditësh. E mori telefon dhe i tha
më falë, po s'kam qenë mirë këto ditë, sepse e kam humbur fëmijën. Si e ke humbur fëmijën, po tani si je, si duke, jam mirë, tha, çdo gjë në rregull, e tjerë, e tjerë. Dhe gjithë kjo kohë, tha, vazhdoi kështu, tha, deri pas muajit të 10, për fjalë pas 10 muajsh, tha, 11 muajsh, kështu, tha, që rastësisht u takuam, sepse ajo, tha, çfarë ndodhi? Ajo, tha, nga momenti që ne nuk flistim më, nuk punonte më aty. Dhe tha që punonte diku tjetër, në një vend tjetër. Në fakt, ajo edhe përpara se të flisnim, pra përpara se të qëndronim bashkë, kishte këtë më thoshte që donte të shkonte diku tjetër. Kështu që unë isha i bindur që ajo shkoi diku tjetër të punonte. Dhe kur u takuam, tha, rastësisht, u takuam, tha, pas një 11 muajsh, tha, e pashta, normal, takuam, tha, kishte ndryshuar pak, tha, po jo shumë. Ishte shëndoshur pak më shumë, tha, ajo e shëndoshi, po ishte shëndoshur pak më shumë, tha, dhe megjithatë unë kuptova gjë. Dhe çdo gjë në rregull, tha, mbaroi aty. Kaloi kohë, herë dëgjoheshim, nuk dëgjoheshim shpesh, tha, sepse çfarë do të bënte, nuk më lidhte gjë me të. Dhe si përfundim, tha, e takova dhe një 2 herë të tjera, tha, pastaj u shkëputa, sepse nuk punoja më aty, tha, punoja diku tjetër. Dhe ishte një qytet e vogël, tha, që distancon rreth 70 km nga vendi ku ai jeton, ku jetonte atje fillimisht. Dhe kaluan vite, tha, kaluan 7-8 vjet, kështu parafërsisht, dhe një ditë, rastësisht, tha, në një kështu benzine, pra në një pikë benzine, tha, e shikoj, tha, e takova, tha, atë, unë isha me dikë tjetër, tha, sepse kisha filluar të jetoja, tha, me një shqiptare, njofta një shqiptare, tha, filluaj të jetoja me të. E shikoj, tha, përballë me, ishte veshur, ishte ngjeshur, tha, ishte bërë, tha, me makinë të bukur, tha, kishte bërë grim në fytyrë, më bëri shumë përshtypje, tha, sepse nuk ishte e tillë, tha. Me kalimin e kohës njerëzit parafërsisht, tha, bëjnë më të le themi, tha, më të pështirë, jo më të bukur. Kjo ishte bërë më simpatike, tha. Edhe shumë e zhdërvjell, tha, kështu, më foli, tha, çdo gjë në rregull, tha, okay, mbaroj aty, tha. Mirë, po më bëri përshtypje dhe më mbeti mendja atje. Si ka mundësi, tha, sepse nuk ja, me fjalë, me atë makinë që kishte, me atë ritëm jete që kishte, tha, kishte ndryshuar shumë. Dhe megjithatë, tha, nuk fola, tha. Kjo ishte era e fundit, tha, që e takova. Kaloi kohë, dhe nuk ka, tha, para ca vitesh, teksa ishim, tha, në një fast food, më afroi, tha, një vajzë. Një vajzë, tha, e re. Edhe më thot, tha, dua të flas me ju. Dhe unë, tha, shtanga, tha, isha me familjen, tha, dhe mbeta, tha, pa fjalë, tha. Djali i vogël, dhe gruaja aty, tha, thash, po, thash, përpara gruas, më thuaj, tha, si ish puna. Ajo, tha, më zgjati, tha, një fotografi, tha, më çoi fotografinë, tha, kështu, tha, më kaloi, tha, e njeh këtë? Po, tha, e njoh. Me një fjalë, ajo, tha, më tregoi fotografinë e asaj që isha unë, pra asaj vajze që ju tregova, dhe kjo ishte fëmijë, tha, në krahun e saj, tha, kjo këtu, tha, ky fëmijë, tha, jam unë. Unë, tha, mbeta pa fjalë, sepse, thash, si ka mundësi, dhe aty për aty, tha, nuk e lidha, mbeta, tha, nuk e lidha. Dhe i thash, tha, çfarë do të thuash ti me këtë? Unë jam vajza jote. U shtanga, tha. U shtanga dhe nuk dija, tha, miku ngjyra, sepse më thaj me shoqe, tha, që ti, tha, u zbardhe. Unë, ti e vajza ime? Si e vajza ime? Po, i tha ajo, dhe filloj, tha, më tha ajo, tha, dhe filloj që të më tregonte. Me pak fjalë, ajo, pra, ishe dashur e këtij, kur punonte atje në supermarket, nuk donte të punonte, sepse s'kishte qejf të punonte. Dhe dikush i kishte kërkuar fëmijën. Me një fjalë i thanë, ti nëse do mbetesh shtatzane, ne mund ta blejmë fëmijën. Dhe i kishin bler fëmijën, më duket $50,000, $25,000, nuk e di sa e kishin vendosur, dhe kjo fëmijën e këtij, pra të këtij ja shiti një tjetri. Dhe ajo vajzë që kur ishte e vogël, që 10 vjeçe, 13 vjeçe, një gjë e tillë, ajo kërkonte babain e saj. Nuk kishte më marrëdhënie me tjetën,
dhe kërkonte babain e saj. Dhe doja t'ju pyesja juve, në një situatë të tillë, pra ju si do të silleshit, çfarë do të bënit me këtë vajzë? Pra kjo, ai bëri, sepse më tha që, unë tha, isha kaq i çoroditur, kaq i surprizuar, tha, sa me kalimin e kohës, sa unë kërkova dha që të bëje një test ADN-je. Dhe çfarë doli? Vajza ime, tha. Dhe unë tha, po e tregoj këtu, tha, për herë të parë, tha, nuk e di askush, tha, e di vetëm familja ime, tha, me fjalë gruaja, tha, edhe djalimi i vogël, tha, që ishte aty, tha, sepse e morën vesh të gjitha. Kemi relata, tha, sepse nga ai moment ta filluam që të frekuentoheshim, por ju, çfarë do të bënit ju nëse do të prezantohesh një rast i tillë? Mua ajo që më vjen, si thot ky shoku ynë, më vjen, tha, që të shkoj tek ajo, tha, dhe ta përplas në mur, tha, që nuk më tha të vërtetën. Pse nuk më tha të vërtetën? Unë, tha, kam jetuar pjesën tjetër të jetës ime, tha, pa e ditur, tha, që unë kisha një fëmijë, që unë mund të bëja atë pjesë, atë që i thash dhe vajzës time, tha, mund të bëja atë që mund të bëj një prind, që ta ndihmoja, të rria me të shkonim për gëzime, për hidherime, të qeshnim, të lozim, tha, të gjitha këto, tha, të një fëmije, tha, që ajo i humbi totalisht, sepse me njerëzit që ajo jetoi, tha, në momentin që ata, sepse kur i treguan më vonë, se ajo mori vesh më vonë, kur i treguan të vërtetën, i humbi, tha. I humbi nga ata, tha, sepse ata sado që rritën, sikur të ishte fëmija tyre, etj. Ajo, tha, kërkonte babain, kërkonte prindrit e vërtet. Kur i gjeti, tha, atë e gjeti, tha, dhe ajo i tha të vërtetën, dhe filloi, tha, që të frekuentonte mua. Dhe ju, çfarë do të bëni në një situatë të tillë? Padyshim, ajo vajzë ka emër mbi emër të asaj familje që e rriti, por tani vazhdon që të frekuentoj edhe babain me origjinë shqiptare. Ju, çfarë mendimi keni për një histori të tillë? Çfarë do të bënit ju në një moment të tillë nëse do të prezantoj një gjë e tillë? Pres komentet tuaja. Ju falenderoj që jeni përbashkë, më falni që nuk them emra, por ndonjëherë mi shkruajnë këto dhe ka disa ndonjëherë që duan t'i mbajnë private. Por do ju lexoj ai që të gjithëve jam i bindur dhe është mirë me fjalë që të qëndroni në linjën e një komenti të inteligjent, jo me ofendime. Ju falenderoj që jeni përbashkë, ju përqafoj. Natën.